Raziela Myslimaj nga Report Televizion. Zoti kryeministër, siç e cekët edhe vetë që qeveria nuk mund të qëndrojë pa një zëvendës kryeministër, është një post kushtetues. A keni diskutuar dhe keni menduar për emrin që do të zvendësoj Belinda Balluku në postin e zëvendës kryeministri dhe a do të jetë me një karakter po kaq të fortë politik sa Belinda Balluku apo do të jetë një figurë më teknike ndoshta? Nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Kaq. Përshëndetje, Erkys Gjençe, News 24. Zonja Kos, ju dëgjuat deklaratat e kryeministrit për sa i përket çështjes së zonjës Balluku, zëvendës kryeministres. Një pyetje për ju. Bashkimi Evropian a pret që vendet anëtare që aspirojnë të anëtarësojnë në Bashkimin Evropian të kenë një zëvendës kryeministër dhe ministre e cila mbi të cilën e rëndon një akuzë nga prokuroria speciale? Faleminderit. I cannot comment the concrete cases. What I can komentoj say çështje is, konkrete. Ajo që mund të them është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë gjatë viteve të fundit dhe gjithashtu Shqipëria ka patur një ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Dhe këtë ne e kemi patur si pjesë të gjetjeve tona dhe e kemi bërë edhe pjesë të raportit të zgjerimit, ajo që ka ndodhur gjatë 2 viteve të fundit në Shqipëri në fushën e sundimit të ligjit, e mbrojtjes së qytetarëve dhe të sektorit të biznesit, do thosha që është e paprecedent. Ajo që ne duam nga çdo vend kandidat është të ketë një sistem ku me ndihmën e sistemit gjyqësor do të ketë siguri ligjore, që në rast se dikujt i dhunohen të drejtat, atëherë ka gjykata dhe ka gjykatës të cilët do të kujdesen për këtë çështje. Dhe sigurisht që raste të tilla ndodhin gjithandej, por e rëndësishme është që ne të ndjekim vendimet e gjykatës dhe ajo që kam dëgjuar nga kryeministri që do të ndodhë në fakt. Diçka që është shumë e rëndësishme në parim, sepse u soll këtu Bashkimi Evropian si një pikë referimi për çfarë duhet ndodhi nga pikpamja politike. Nuk ka një qëndrim uniform Bashkimi Evropian, por ajo që është më e rëndësishme se sa kjo, është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj e muaj të tërë, nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa
njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë. Ne kemi tonin, roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet, ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne në formën e një padrejtësie sipas nesh, që e përsëris nuk ka të ngjashme në Europë, dhe të respektojmë kufirin tonë, pa hyrë në territorin e një pushteti tjetër të pavarur. Por nga ana tjetër, të gjithë duhet të bëjnë detyrën e tyre. Nuk mund të hyhet në territorin e një pushteti tjetër të pavarur, dhe kjo vlen edhe për pushtetin ekzekutiv, kjo vlen edhe për pushtetin legjislativ. Ashtu si kundër, miqësisht ju them që kultura e gjyqeve popullore dhe e organizimeve nëpër salla që dikur ishin salla teatrosh dhe vatrash kulture, sot janë sallone mediatike, për të dhënë dënime bazuar mbi sekrete hetimore të nxjerra nga vetë prokurorët, është një kulturë që duhet ta luftojmë të gjithë, sepse nuk i bën mirë askujt dhe nuk i bën mirë kësaj shoqërie. Por natyrisht nuk është puna ime ajo, puna ime është kjo që po ju them. Ne jemi garantët e pavarësisë gjyqësorit, do vazhdojmë të jemi garantët e pavarësisë me çdo çmim, edhe kur çmimi është i atill që të vjen të mos ndalesh duke thënë se çfarë të shkon në përmend. Por këtë rrugë kemi zgjedhur dhe vetëm kështu ne mund të arrijmë objektivin që të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian dhe duhet ta besojmë këtë gjë. Është një pushtet i ri, fëminor, i ndërtuar mbi një të kaluar që nuk e ndihmon drejtësinë e pavarur. S'ka traditë, s'ka kulturë historike të një drejtësie të pavarur. Aftësitë e prokurorëve dhe gjykatësve janë një pjesë shumë e rëndësishme që duhen rritur dhe forcuar. Duhet kohë, duhet durim dhe duhet vendosmëri. Ne këtë vendosmëri e kemi dhe për sa kohë do ta kemi, do të jetë kështu. Dhe kur them për sa kohë do ta kemi, flas për veten time. Që sa të jem unë në këtë detyrë nuk do shikoni luftra me drejtësinë apo akuza për të kundërshtuar, akuza që bën drejtësia. Ato duhet i shohë gjykata, por ama nga ana tjetër ka një kufi. Ai është kufia që përcakton kushtetuta midis pushteteve të pavarur. Dhe nëse ne lejojmë të shkelë dhe ai kufi, atëherë ne kemi humbur diçka që është themelore jo për mua, as për këtë qeveri, as për një ministër sa qeverie, po për rendin kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit.